është kë moment kur e takon dikon edhe e din që kom e qenë nana fëmijëve to? Kom pas përvoja bëllë, njëtë. Do me thonë, kom pas shumë lidhje ku nuk e kom pa qatë sendë. Tash specifikisht me ta përshkru cilisht taj sendë se djas vetë, për i momentit parë, kur e kom pa ditën e parë, do me thonë natën e parë, kur i kom full, kom pas flutra në barë, që thojnë, të re diqka e cilët diqka, e kom pa që është të më tërhek shumë. Edhe të njoftu, ne kom pa që me 2 javë aty mrena ka 24 orë, e kom pa sa muj me bu me qëtë person. Edhe kom pa që më pëlqenë që të ditë ma shumë, edhe veç të vjen atyr shumë e din. Edhe ndodhe kështu. Edhe nuk kom pas as një dyshim. E kemi edhe një fotografi të bukur, edhe pse ju i kishit fshi fotografit nga Instagrami, po mjafton kjo. Si reze djeli. Kjo piqirruke a vogë. Sa ka ndryshu jeta jote sot? Shumë. Se Sara pak nga ka mashtru bardhe. Aty në Big Brother, ja pregadit që ma shumë bukën te, e tash përshoj një sa ndryshë. Ora është të deshtë me bo biznes tash më ushqim. Bile unë jem të shty shumë se gatu në te për mirë. Bile e ko një tiramisu që ko morë një ditë në klip e halojën ka ma lypin ata stafi i klipit, aman tiramisu në me na i bo prap. Gatu në shumë mirë, po atjes dhe i ke me hub ko. Me gatimin, kështë edhe mu më ka mashtru. Ani ka qenë një surprizë mirë? Po. Nona u surprizu ma shumë. Nona jam. Gjitha ato komentet për që ndoshta familja e Bardhit nuk do ta pranoj Sarën. Pse ndodhe? Kush e pat atë liri që me fol në emër të familjes? Ndodhen për shkak se disa persona tjerë kanë komentu që si sendesh. Pa njoh familjen të em, absolutisht heq. Nona dhe baba sot që po flasëm jenë shpe me Sarën në Tiranë, kanë orë në pushime, janë edhe me Nejan, të ishë ju pushimet, kështu që... Qatë thot nona për Sarën? A ka do një koment që zakonisht të banë? Se ka pas qef gjithmonë me konë nusja djallit e... Po di që është me thonë që ta... E gjendshme? Ma e gjendshme, bravo. Fjalla e sakt. Ma e gjendshme, jo kështu... Mos me ditë për shembull as me fol, as me gatu, as me usill me njerëz, kështu që e don në çdo lloj forme. Të pas parasysh që vetë janë femër. Edhe momenti i parë kur e takon nanën e personit që ti e dashuron, ki shumë emocione. Sidomos Sara që ka shku me mendimin që ndoshta ajo s'ka me pranu. Po, Sara e ka pas qëtë mendim, realisht... Cilat emocione kanë qenë Sara, se për kuptoj që ka qenë në kondër ta. Po, i ka ledzu komentet, edhe qështu, tu i besu komentet,